I ndërtuar në vitin 1959, ndërtesa e teatrit të operës dhe baletit, me gjithë ndërhyrjet e her pas hershme, sot është në gjendje të mjerueshme. Drejtori i teatrit, Ilir Kerni, flet për nevojën e rikonstruksionit të godinës, si dhe problematikat emergjente të sallës dhe skenës. Skena jo vetëm që do të rinovohet, domethënë çdo gjë do të kaloj, do të dalë deri në tull. Kemi probleme me pjesën e poshtme të skenës, e cila është rotative dhe kjo do të ndryshojë. Problemi i gropës orkestrës është një nga problemet më urgjente dhe më emergjente që duhet rregulluar, sepse nuk janë në parametrat e duhur. Nevoja e rikonstruksionit të sallës, e cila natyrisht do të jetë një ambient krejtësisht i përshtatshëm për publikun. Unë të paktën kam sugjeruar që të bëhet me balkone. Tani do t'ju tregoj se si është gjendja pas kuintave, vetëm se para se të shikoni këto, gjatë kësaj periudhe që është një vit e gjysmë gati, kemi hequr rreth 44 kamiona me dekor, të cilat ishin deri këtu dhe artistët nuk kishin asnjë lloj mundësie për të kaluar dhe për të dalë në skenë. Problemi më i madh sipas Kernit është ai i akustikës, një element thelbësor për një institucion opere. E papranueshme që dëgjohet muzika e sallës baletit, ku punon baleti tash në këtë moment, e dëgjohet këtu në skenë. Teknikisht kjo skenë dhe gjithçka përmban skena, duke filluar që nga instalimet elektrike, duke filluar që nga problemet teknike të akustikës, janë për tokë, janë totalisht të zauruar. Në të njëjtën gjendje është dhe studio e trupës së baletit, që nuk plotëson as kushtin më elementar, atë të një tapeti që të paktën të jetë pa arna. Salla e provave të orkestrës është jashtë çdo standardi që kërkohet. Dhoma e rekuizitës dhe kostumografisë është gjithë lagështirë, dhe era e rënde e mykut e bën të vështirë punën e përditshme. Gjithashtu garderoba e ansamblit. Por s'mund të durosh më shumë se 5 minuta, se ju kuptoni që s'ka ajër. Këtë do po. Dhe të mbyt era mykut. Të mbyt era mykut dhe s'ka ajër. Kjo është magazina e rekuizitës, ku mbahet të gjithë rekuizita, megjithatë punojësi jon ka një fat madh, Beni, që është rekuiziteri, ka një fat madh sepse këtu ka dritare, në fakt, arrin të ajroset. Ky është Bujari, mjeshtri vetëm përgjegjës për rregullimin e veglave muzikore. Por vetë institucioni nuk është në gjendje të plotësoj as kërkesat bazike të tilla të orkestrës së teatrit. Nuk e vlen përmend që ne jemi në gjendje që të plotësojmë kërkesat e orkestrantëve me tela, me të gjithë çka i duhet. Çekiçës kemi. Do të pjesë të ndihmë. Sigurisht, jo s'kemë pas këtu e 30 vjet. Po mi si bëhet? E piano me tjerë, shumë një piano që... Dhe më thënë, zënëson, hiq nga një piano. Në kushtet aktuale, Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit është larg parametrave të një skene artistike europiane. Për këtë arsye, së shpejti do të nis puna për rikonstruksionin e plotë të ndërtesës. Por kjo nuk do ta ndërpresë sezonin artistik dhe premierat, ndoshta në skena të tjera të trupës së Teatrit të Operës dhe Baletit. Këtë lloj teatri, si është Katandis, teknikisht edhe në këtë gjendje që e shihni, nuk mund gjesh në asnjë vend as Afrikës, as të nuk ekziston. Aq më shumë teatr kombëtar. Aq më shumë teatri i vetëm nacional.